Arrestohet njëri prej autorëve të grabitjes me armë të argjendarisë në Paskuqan. Policia e Tiranës dhe efektivët e komisariatit numër 5 kanë arrestuar një nga autorët e dyshuar të grabitjes me armë zjarrit të ndodhur në Paskuqan. Raportohet se në pranga ka rënë Argyes Kalsi, i cili sipas burimeve është arrestuar në Qafthan teksa po tentonte të largohej nga Shqipëria. Mësohet se në momentin që ka tentuar të kalojë kufirin, Kalsi është ndaluar dhe arrestuar nga shërbimet e policisë. Burimet bëjnë dije se njeriu ishte identifikuar prej disa ditësh nga policia e Tiranës si një prej autorëve të dyshuar të grabitjes. Megjithatë, arrestimi i tij ishte shtyr pasi hetuesit po e mbanin nën vëzhgim dhe po kryenin veprime të tjera hetimore me qëllim identifikimin dhe kapjen edhe të bashkëpunëtorit të dytë. Ndërkohë, policia e Tiranës vijon hetimet për identifikimin dhe arrestimin e autorit të dytë të dyshuar për grabitjen. Njoftimi i policisë Kamës vijojnë veprimet intensive hetimore për identifikimin dhe kapjen e autorëve të vjedhjes së një sasie bijuterish në një argjendari në Kamës në datë 5 Teti 2026. Identifikohet kapet dhe vjen në pranë nga një prej autorëve të dyshuar. Sekuestrohen gjatë periudhës hetimit arma e zjarrit automatik, motomjeti, veshjet, maska silikoni dhe një krëhër me fishek. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë numër 5, si rezultati punës intensive, hetimore dhe proceduriale të kryer për disa javë me metoda proaktive në drejtimin e prokurorisë të Tiranës, kanë finalizuar operacionin e koduar Gol, duke bërë të mundur identifikimin, kapjen dhe arrestimin e shtetasit AK 35 vjeç banues në Laç. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas në bashkëpunim me një tjetër shtetas ende të pa identifikuar më datë 5 Teti 2026 kanë vjedhur një sasi bijuterish në një argjendari dhe më pas janë larguar me një motomjet. Në vijim të veprimeve të pandërprera hetimore dhe kërkimeve intensive në terren. Më datë 6 Teti 2026 në një zonë të pyllëzuar të fshatit Zgafnur u gjetën dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale një armë zjarri automatike, një krëhër me fishek, një skafandër motociklet e lyer me ngjyrë gri, 2 maska silikoni dhe një paldoreza si dhe veshje të tjera që dyshohet se janë përdorur nga autorët gjatë kryerjes së veprës penale. Gjithashtu në datë 9 Teti 2026 në vendin e quajtur liçeni i Qinamit, fshati i Qinam, u gjetë dhe sekuestrua në cilësinë e provës materiale një motomjet i cili dyshohet se është përdorur nga autorët gjatë kryerjes së veprës penale. Vjon puna për identifikimin dhe kapjen e bashkëpunëtorit tjetër si dhe për dokumentimin e plotë të rastit. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë për veprat penale, vjedhje me dhunë kryer në bashkëpunim dhe mbajtja pa leje, përdorim i armëve shpërthyese dhe municionit.